por si që shpjeguat ju në fillim, rrethana, kurthe, jo kurthe, por skema të caktuar, edhe kurthe, po. Gjithsesi politika i ka lënë në hije dhe të papotencuar. Politika realisht me atë sa jemi duke përcjellë politikën shqiptare, në gjitha trojat shqiptare politika është qëndruar në një lojë kurthesh, ku njerëzve të spikatur, njerëzve meritor nuk i jepet hapësira aq edhe e madhe. Ai mund të jetë i spikatur në një parti politike në momentin kur ai do të jetë i nështrueshëm totalisht liderit politik të asaj partie. Në momentin që ai do të ketë alternativa ose mendim opozitor brenda partisë, ai automatikisht nuk do të përjashtohet nga partia sepse demokracia nuk e lejon një gjë të tillë, mirë po ai do të anashkalohet në asnjë situatë dhe formë që ai vetë të largohet nga veprimi aktiv politik në brenda asaj partie. Kemi na shqiptarët edhe në Maqedoni, kemi edhe në Kosovë, kemi edhe në Shqipëri, kemi edhe në Preshev, kemi edhe në Ulqen. Shqiptarët si popull, ne thash në fillim, jemi popull pjellor, edhe kemi na mjaft burra intelektualisht ngritur, për fatkeqësisht duke mos ja dhënë hapësirën e duhur, ato neve na ikin. Në këtë pikë, sidomos tani për shembull Perëndimi që ka hapur dyert e veta për kokat intelektualisht ngritura, të gjitha lemit. Ai do t'i merr gjithë kokat tona.